Do thotë, vetë fakti i ndryshimit dramatik të qëndrimit të BE-s ndaj Maqedonisë për një vit të fundit, përkatësisht më pak se një vit sa është këtë qeveri, do në t'jep shans, do në t'jep kurajo një, si themi, erë në shpinë qeverisë së re, që ta inkurajoj përgjigjen sa më të shpejt të problemit që e ka me Greqinë për çështjen e emrit. Nuk është e rastishme që ka vetëm 2 muaj nga rekomandimi prej samitit të Këshillit Evropian në qershor dhe vetëm 3 muaj nga samiti në NATO. Por unë kam frikën se Greqia çështjen e emrit e merr vetëm si pretekst dhe kam frikën se Greqia megjithatë luan një lojë pak më të gjerë strategjike për interesat të një fuqie tjetër të madhe në mënyrë që ta bllokon Maqedoninë për të hyrë në NATO. Sepse nëse kjo qeveri deri tash për më pak se një vit tregoi një politikë të re të jashtme, një frym të kooperimit, një frym të mbylljes së çështjeve kontestuale me fqin, me Bullgarinë lidhi marrëveshje për fqinësi, me Greqinë bëri edhe hapat konkret, ndrimi i emrit të aeroportit, ndrimi i emrit të rrugëve, heqjen e disa statuave tjera. Tregoi një gatishmëri që është shumë më e gatshme për të shkuar në procesin e integrimit, ndërka që deklarata e ministrit të jashtëm Kocias vetëm pardje ishte mjaft befasuese, mos them kërcënuese, ku tha se nuk do të ketë antarësim pa këte. Ajnë që është e vërteta u përqendru në atë, ta them, aspektin procedural, 4 muaj referendumi, ndryshimet kushtetuese e tjera, por dyshoj se këtu është një qëllim pak më i thellë. E kjo është qëllimi i një ministri të jashtëm të një fuqie të madhe para 2 muaj, që tha se disa shtetet fuqishme po e shtyn Maqedoninë për ta zgjidhur çështjen e emrit me Greqinë për ta antarësuar sa më shpejt në NATO. Fundi i citatit, nuk po e them kush e ka thonë, po besoj që dini.